Sot përkujtohen 27 vite nga nisja e bombardimeve të NATO kundër Serbisë, një ndërhyrje vendimtare për t'i dhënë fund dhunës së ushtruar ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Fushata ajrore nisi më 24 mars 1999 dhe zgjati 78 ditë, pas dështimit të përpjekjeve diplomatike për të bindur regjimin serb të ndalte operacionet ushtarake. Vendimi për ndërhyrje erdhi pasi ish presidenti serb Slobodan Milošević refuzoi të pranonte një marrëveshje paqeje. Aso kohë, presidenti amerikan Bill Clinton njoftoi nisjen e sulmeve, duke theksuar se në mungesë të një zgjidhjeje paqësore do të ndërmerreshin veprime për të kufizuar kapacitetet ushtarake serbe. Autorizimi për sulmet ajrore u dha nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Javier Solana. Fushata përfshiu rreth 1000 avion luftarak që operuan nga baza ajrore në Itali dhe Gjermani, si dhe nga aeroplanmbajtësia US Theodore Roosevelt në detin Adriatik. Bombardimet përfunduan më 10 qershor 1999, një ditë pas nënshkrimit marrëveshjes Kumanovës, e cila parashikonte tërheqjen e forcave jugoslave nga Kosova dhe vendosjen e një force paqëruajtëse ndërkombëtare të udhëhequr nga NATO Baris. Lufta e Kosovës la pas një bilanc tragjik, me rreth 13.000 viktima dhe mijëra persona të zhdukur, mbi 1.600 prej cilëve ende nuk janë gjetur. Konflikti shkaktoi gjithashtu zhvendosjen e qindra mijëra njerëzve dhe shkatërimin e mijëra banesave dhe pronave, duke lënë pasoja të thella që ndihen edhe sot.